Mirë që e përmënde, vetë jemi në marrëdhënie pune, besoj edhe shumë studentë të tjerë, është realiteti i plot studentëve, dhe si ndikon kjo në jetën studentore, dhe më thënë dhe sa ndoshta edhe duhet të tregohemi të kuptueshëm ndaj këtyre studentëve? Unë jam i atij mendimit që marrëdhëniet e punës ndikojnë vetëm se pozitivisht në procesin e studimeve. Siç thash, duke qenë se edhe vetë personalisht jam në marrëdhënie pune dhe shoh një lehtësim, do të kisha më thonë. Edhe pse janë gjithmonë prezente ato se lodhja ndoshta nga puna e bën më të lodhshme edhe procesin e studimit, por unë e shoh si diçka pozitive sepse nuk është se dallon shumë edhe vetë procesi i realizimit të punës me realizimin e studimeve. Duhet të ndahet veçanërisht kohë për të shkuar në punë apo për të kryer aktivitetin e punës, gjithashtu duhet të ndahet kohë edhe për realizimin e studimeve dhe këto mendoj se janë të ngjashme. Për këtë arsye ndikojnë shumë pozitivisht, do të kisha më thënë, edhe në realizimin e studimit. Edhe vetë rastet e shumë tajmit të vetëdijshëm të cilat tregojnë se studentët që janë në marrëdhënie pune kanë korrur rezultate shumë pozitive sepse ata prej atyre domethënë që nuk janë në marrëdhënie pune.